Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, Allahu më shëroft, ka lindur në Unaiza, në Qasim të Arabisë Saudite, rreth viteve 1347, të hijretit. Ka marrë dituri nga një numër hoxhallarësh dietarësh të kohës së tij. Njëri prej tyre është Abdulrahman as-Saadi, i cili konsiderohet mësuesi dietar më i madh i tij. Ka përfituar edhe prej Sheikh Ibn Bazit, Allahu më shëroft, ka marrë dituri prej tij, ka lexuar para tij. Sheikh Ibn Uthaymini, Allahu më shëroft, natyrisht që në veçli ka mësuar Kur'anin përmendesh, ka mësuar një sër librash përmendesh, ata mësonin edhe ato libra që quheshin mutuni, mësonin përmendesh. I ka dhënë rëndësi të madhe gjuhës arabe dhe një karakteristike Sheikh Ibn Uthaymini që ndoshta nuk e kanë shumë mësimdhënës të tjerë në botën islame është njohja e fortë dhe e mirë e njohurive gjuhësore, njohurive, domethënë shkencave të gjuhës arabe, dhe kjo i ka dhënë mundësi atij që bante shpjegime mjaft mira të kuptueshme të disa prej mutuneve, pra librave, teksteve, për të cilave kanë përfituar nxënësit e dijes. I ka dhënë një rëndësi të veçantë librave të Ibn Taymiyes dhe Ibn Qayyim al-Jauziyes, Allahu më shëroft, dhe mund të themi që Sheikh Ibn Uthaymini, Allahu më shëroft, është ai që na ka përafruar neve përmes përmbledhjeve, shpjegimeve, librat e Ibn Taymiyes, Allahu më shëroft. Që keni pasur nderin e madh që të keni qenë më afër me këtë dietar të madh, ta njihni atë nga afër në marrëdhënie më intime, po themi. A mund të përmendim diçka rreth metodologjisë së tij, duke qenë se ky dietar i madh njihet edhe për shpjegimet rreth metodologjisë së thirrjes dhe ringritjes islame. Pra diçka të veçantë që kishte tek metodologjia e Sheikh Uthayminit. Faktikisht duhen normal për të folur për një dietar të kalibrit të Ibn Uthayminit, Allahu më shëroft, duhen disa emisione, por do të përmend disa gjëra, domethënë pikat më kryesore, të cilat paktën mua më kanë tërhequr vëmendjen dhe kanë lënë mbresa të veçanta, ose kanë ndikuar edhe në formimin tim, me fjalë, megjithëse un jam në fillimet e kërkimit të diturisë. Shqyrtimet e thukta dhe të sakta që u ka bërë çështjeve fetare, sidomos në fushën e fiqhut, kjo është e para, domethënë librat e tij pa asnjë diskutim tregojnë që ai është një faqih i një kalibri shumë të lartë, një prej juristëve të mëdhej musliman, dhe librat e tij domethënë shërbejnë si pikë referimi për dietar, hoxhallar, nxënës dije e kështu me radhë. E dyta shuhet për shpjegimet e mira që u ka bërë teksteve të librave të dietarëve të hershëm. Mund themi që Sheikh Ibn Uthaymini me librat e tij është një urë kalimi për të kuptuar literaturën e dietarëve të hershëm. Se për shembull librat e fiqhut, për zbërthimi librave të fiqhut të jurisprudencës islame, të përpiluara nga dietar të shekujve të kaluar ka një farë vështirësie, sidomos për fillestarët në kërkimin e diturisë. Dhe duke lexuar librat e Sheikh Ibn Uthayminit, njeriu arrin që të kuptojë për shembull librat e të parëve të këtij ummeti. Po kështu librat e Ibn Taymiyes, librat e Ibn Qayyimit kanë një vështirësi, sidomos për fillestarët apo për ata që nuk e njohin mirë arabishtën. Duke lexuar librat e Ibn Tayminit, njeriu arrin që ta kuptojë mirë Ibn Taymiyes dhe Ibn Qayyimin. Sheikh Ibn Uthaymini ka dhënë një rëndësi të madhe akides, shpjegimit librave të akides, dhe ka lënë ndikim të madh, ka gjurmë të mëdha në përhapjen e akides së saktë në botën islame.